tanishme, se është një detaj shumë interesant se përderisa për 2 letrat e tjera ka qenë përgjigja më njëhershme, tash për këtë letrën kur është kërkesa eksplicite, nuk ka një përgjigje, janë bë 8 orë gati, që kryetari Lumina Abdixhiku ka thënë që mos me reagu me arrogancë. Jo, kjo në fakt është, unë e thashë, rrethona e re politike që është kriju, Zoti Abdixhiku ka fillu konsultimit pasi që është pranu letra, sot paradite, konsultimet me gjithë ne, me gjithë ata që përfaqësojnë rol edhe mandat politik në LDK, ku janë deputetet, është kryesia, janë organet e LDK, sepse jo deni për koalicion e vendos vetëm Këshilli i Përgjithshëm LDK, nuk mund vendos asnjë organ tjetër. Po procesin sa fillon LDK-n, LDK-ja sa fillon ta përmend Këshillin e Përgjithshëm, pak mund të luajnë gjërat. Jo, nuk ka ndryshim qëndrem, ajo që duhet ta konfirmoj, nuk ka ndryshim qëndrem. Zoti Abdixhiku, si kryetari i LDK-s, e ka mandatin e pilot përfaqësimit LDK-s në çdo lloj takimi dhe çdo lloj formati me përfaqësu LDK-n për këto qëllime politike, çdo nivel, kështu që me kohë do të përgjigjet. Tani, unë e kom pa që... Cila është përgjigja juaj sonte? Që sonte do të me pritën që LDK-ja me qenë e gatshme me reagu meqëm si çdo herë, besoj. Ne asë nuk ngutemi, asë nuk vonohemi. Sonte do të me thonë që nuk është ngutje arrogant, përkundrazi, e kemi trajtu me seriozitet, por asë nuk vanohemi, ju siguroj që sonte LDK-ja nuk vanohet, sepse kjo situatë e ndihshme, u bo ambienti politik, u bo toksik në Kosovë, jo vetëm me këtë legislaturë. Unë po shoh që njerëzit, edhe analizat, edhe analistat, edhe opinioni publik, edhe qytetarët, po drejtojnë shigjetat në kuvend, sepse për kuvend po flitet. Por ambienti politik është bo shumë toksik, ndarja është shumë e madhe, edhe do duhej me punu, me maturi politike, mos me i kontribu kësaj ma shumë. Mos me i kontribu në asë një mënyrë kësaj ma shumë. Por kjo nuk do më dhanë që pozicionet politike dhe zvarritja për hunde do të me vazhdu në politikën e Kosovës. Do të me pas një ndalje të kësaj duhe, të një gruse, a për shef që bashkëpunimi nuk është akt, bashkëpunimi o proces. Ne kemi pas, më lejota përmend provojën time, të bashkëpunimit me të gjithë, edhe në koalicion, edhe në negociata, edhe në zyre, në bashkëpunim. Gjithmonë, qeverit në Kosovë kanë ra për një agent ma tronë se problemet e mbranqme në Kosovë, shumë e vërtet. Asë një qeveri nuk e ka ndërprej mandatin për shkak problemet në mbranqme që kemi pas, për shkak problemeve e rajonale ka ndodhë, për shkak të agendave ma të mëdha. Që i bie që LDK-ja ka pas bashkëpunimit, ndoshta me partitë që ka qenë koalicion. Po, a diçka ka qenë aja që i ka dhonën shtytjen më të madhe kësaj. Ka qenë mosbesimi. Kur nuk është arrit, në këtë vend më ndërtu besim në agendë. Ne nuk pëtoj me dash një tjetrin, as me besu blanko një tjetrin. Ashtu e tha dhe Kurti në letër. E gjithë përbashkëtën. Po dalimi, po natyrisht dalimi e ka prosperu botën. Mendimin ndryshe e ka prosperu botën. Edhe mendimin ndryshe e prosperon edhe Kosovën, nesër, edhe sot. Zoti Kurti ka investu në një mendësi, kjo është problemi, ka investu shumë në një mendësi, në atë ose je me mu, ose je kundër me, ose do një mu dheq parimin që unë e them, unë e flas, unë e besoj, sepse Zoti Kurti është një e vërtet. Zoti Kurti flet çka beson. Bile Zoti Kurti për te kësaj, tregon edhe çka dëshiron, për dallim me politikanëve tjerë në Kosovë. Është cilësi e mirë kjo apo s'ka? Të dëshirueshmën e kanë nxjerrë në fushat. Të besueshmën e thotë sot, e thotë edhe në letër, e thotë edhe në rrethona tjera. Të dëshirueshmën e ka thonë edhe në fushat. Kështu që ne kemi të bëjmë me një njeri i cili ka investu në këto politika edhe nuk të rriqet lehtë. A i beson ju, zoti Aziri, edhe me përvojën tuaj politike sot Albin Kurtit? Tani, a i besoj unë personalisht. Po. Unë jam ka njëre për atyre që kam investu në koalicionin 2020 LDK-LVV. Dhe kam udhëheq me fushatën e LDK-s për Vjosa Osmanin kryeministre. Albin Kurti se ka fitu kur LDK-n? LDK-ja ka fitu LDK-n. Vetëm LDK-ja ka fitu LDK-n. Por ju është atribu lëvizjes vetë vendosët, sepse ka dalë një vot në parim që kemi vendosni, një vot para LDK-s dhe ne kemi thonë nuk diskutojma për pozitën e kryeministrit, dhe kemi fitu. A dini si pasojë çka ka ardhur pas dështimit që Vjosa Osmani më bë barse listës
së përbashkët LDK-LVV. Ne kemi qenë gatshëm me bërë listë përbashkët